Zonja dhe zotrinj, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sot do të vi pranë jush me një histori shumë të dhimbshme. Ajo e cila jep jetën për ne, ajo e cila kujdeset për ne kur ne jemi të vegjël, ajo e cila e ndan nga goja e vet bukën që të na jep ne, ajo e cila sakrifikon jetën e vet për ne. Fatkeqësisht, ka disa djemë që nënat nuk i respektojnë sa duhet dhe nënat, për hatër të nuseve të tyre, i dërgojnë në shtëpinë më të shëmtuar të tyre, shtëpinë e pleqve. Letra apo historia e cila më ka mbërritur sot janë fjalët e një nëne, e cila me shumë nostalgji dhe mall i shkruan për djalin e saj, për të birin e saj që e ka rritur me shumë mund edhe sakrificë,